Ja të kemi rikthyer. Flasim pak për dashurinë. Dhe është interesante që pikërisht kënga, që të ndryshoj jetën dhe të da profesionin, karrierën që ti ke sot, famën që ti ke sot, të ka dhënë edhe dashurinë. Them kështu sepse ti ishe në një koncert në Australi kur takova atë që do bëj më pas shoqja e jetës tënde, apo jo? Po, festimen. Është vërtet. Tani më thuaj një çik. Ishte, mos gabojmë, ka qenë 2012-a. Po. Ishte kështu goditje ta bëri zemra bamsa e pe apo? Normalisht duke qenë se nuk është se ishim për një kohë shumë të gjatë. Në momentin e parë që u pam, pati një shkëndi, si nga ana e saj, si nga ana ime. Vështirë për të shprehur në ambientin ku ishim. Aq më tepër që mos gabohem, babai i saj organizonte koncertin. Po. Dhe unë jam shumë i kujdesshëm në këtë pjesë dhe normalisht nuk është se jepja shumë veten dhe pëlqimin tim ndaj saj. Po ajo? Dhe ajo kishte atë kujdesin e vet, por normalisht diçka ishte kuptuar dhe ka qenë thjesht një telefon që ne përdornim për të komunikuar me prindrit në Shqipëri, që na i la vjera ime që është sot. Po. Dhe nusja mendonte se po i shkruante Mariolës, ndërkohë më shkruan mua. Dhe ajo që kontakti i parë, le të themi që ne fillom të flisnim. Dhe unë i kthej përgjigje që nuk jam Mariola, nuk besonte, mendonte se ishte shaka. Dhe pastaj vazhdoi komunikimi me mesazhe, me sinjale, le të themi gjërat, pati një pëlqim, pastaj kur u futëm në familje, pasi na ka mirëpritur në mënyrë spektakolare, do me thënë të gjithë shqiptarët atje, por veçanërisht familja e Nuses, pash disa gjëra që unë thosha gjithmonë, do mbaroj shkollën, do mbaroj studimet, pastaj të gjej një vajzë të sistemon, të mendoj familjen, të respektoj prindrit, do me thënë kisha disa të respektoj prindrit e saj, të jetë me këto traditat. Këto kanë qenë, si thua, ato vizionet e mia për personin që doja në krah. Dhe kur vajta atje, doli, pavarësisht ai vogël. Ishte fiks, siç e kishe imagjinuar ti. Dhe nusja ishte tamam me ato gjithë shqiptarët, me këto tradita, ato filxhanet me flamurin shqiptar, nxirrte kafen, e ke parasysh. Dhe unë kur e shikoja, thoja, tani kjo është një mundësi që unë po njoh dikë që do e kërkoj dikur, një të ardhme, por kjo më erdhi, domethënë është një derë që u hap. Tani ti mund të zgjedhësh ta mbyllësh dhe sot mund të isha në pozita të tjera, por unë zgjedha të shkoj drejt asaj dere dhe jam shumë i lumtur. Duhet ketë qenë një dashuri shumë e fuqishme përderisa të bëri që ti të qëndrosh, se ti më thonjë za praktise gjithçka dhe ike në Australi. Unë u ktheva përsëri në Shqipëri dhe pastaj ka ardhur nusja në Shqipëri për pushime. Po, në momentin e dytë, pasi gjithçka u konfirmua, le të themi, si nga të dy ne, nga familjet, sepse nuk ishin një moshë vërtet të rinj. Dhe mora një hap që e shifja pak jetën ndryshe, e shifja jetën që mundësit si për mua, si për të që ishte lindur dhe rritur atje, do ishin më të mira atje. Dhe normalisht Australia është një vend që nuk ka krahasim me asnjë vend, paktën që unë kam qenë sot për sot, si për të jetuar. Vetëm se është shumë larg. Është shumë larg. Qëndrove 5 vite atje. Qëndrova 5 vite. Vija çdo vit, 1 muaj, 2 muaj në periudhën e beharit. Të mungonin besoj, prindrit, Mariola. Nuk besoj se ka nevojë për përgjigje kjo. Po si ja bëje për të kënduar? Atje kisha dasma dhe atje. Po ishe vetëm mama, pa Mariolën. Po, atje krijova grupin tim. Okej. Mariola vazhdoi normalisht punën me grupin këtu. Nuk nuk është se kisha filluar shumë në për evente dhe për dasma. Kanë qenë thjesht kënga e dyta e tretë që kishim nxjerr bashkë. Ka qenë një shkëputje shumë e hershme, le të themi që shumë sinqerisht, Mariola u mërzit që ti ike? Patjetër. Shkon, të them nga ana profesionale, jo, nga ana motre vëlla, po. Do me thënë, ajo është gjë që na mërziti më tepër, se nuk është se ne vëm punën, sepse dim të paktën jemi të sigurt, si ajo si unë, që ne dhe pa njëri tjetrin në këtë zanat, do bëjmë shumë mirë. Patjetër. Por thjesht ishte malli për vllajën, normalisht sepse ne jemi rritur shumë afër dhe siç e vërtetojmë dhe sot me këngën, jemi shumë pranë njëri tjetrit, kështu që normalisht ishte një shkëputje kështu surprizë. Ti qëndrova atje deri në 2019 dhe mos gabojmë pikërisht në 2019-ën? Po. Vjen në jetë vajza juaj. Ka lindur atje apo në Shqipëri? Jo, ka lindur këtu. Kur kam ardhur këtu, nusja ka qenë diku të 3-4 muaj. Më thënë, ne pritëm sa të kalonte, se kishim vendosur më përpara, thjesht pasi nusja ngeli shtatzan, vendosëm të pritnim deri në muaj që të ishim sigurt, si thon, mos të rrezikonim jashtë fluturimi i gjatë. Dhe pastaj lindi Marina në tetor të 2019-s. Dhe sa vjeç ishe ti kur lindi Marina? Tani po bëjnë 6 vjeç, kështu që kam qenë 27. Se aty dukesh, e di si dukesh aty? Ti dukesh si vllai i madh aty, sikur je një 20 vjeç dhe ti je vllai i madh asaj bebes, të betohem. Ti nuk e tregon moshën tënde.
Edhe prandaj them duke shumë i ri. Po si u ndjeve? Realisht kur e more në krah. Aq i ri sa ishe. Tash e kisha pritur shumë. Ashtu ë? Pasi menuesen kishim afërsisht 6 vjet së bashku dhe gjithmonë si të thuash në Australi, në Amerikë, në këto vendet jashtë Shqipërisë ka një gjë që haron pak nga jeta personale, bëhet gjithçka vetëm për të punuar, për të ndërtuar, për të siguruar, kurse këtu në Shqipëri flas personalisht janë disa gjëra të tjera dhe në momentin që kam marrë vajzën në krah thash kam pritur shumë. Ke pritur shumë? Kam pritur shumë, do ta kisha bërë më shpejt, sepse ka qenë gëzimi, nuk e di, nuk ka fjalë që ta përshkruaja. Lumturi e madhe është fëmia. Patjetër. Megjithatë, përtej kësaj kornizës së bukur të familjes, nuk kanë munguar edhe sfidat për ju të dy. Pak më mbrapa, mos gabohem, nusja, bashkëshortja, kalon një periudhë të vështirë nga ana shëndetësore, me sa di. Nuk është diçka për të fshehur ose ndonjë është diçka që shumë njerëz ndoshta dhe kalojnë dhe sot. Thjesht të vjen gjithmonë shëndeti është një gjë që e kërkon të jetë mirë gjatë gjithë kohës. Dhe normalisht kur u prek shëndeti i saj, është ajo shpreha që ne themi na razia, sikur na razia në shtëpi për shkak të mërzisë të madhe që po kalonim. Nga një analizë e thjeshtë, ajo zbuloi që kishte kancer në tiroide. Një gjendër tumorale në tiroide. Në tiroide, po. Dhe normalisht u trembët? Patjetër, sepse na thanë që duhet të operohet pasi mund të shpërndahet, pasi bëm ato analizat e nevojshme, biopsinë, çfarë nevojiteshin, na thanë që duhet të operohet sa më shpejt, sepse është që mund të shpërndahet në pjesë të tjera, në organe të tjera të trupit. Dhe normalisht në atë moshë ajo ishte na rasti si traumë, domethënë diçka e panjohur, diçka e re, diçka mjafton ajo fjala sëmundje e keqe të trëm. Vetëm ajo fjala kancer edhe është e frikshme, me thënë drejtë. Dhe ajo mjafton. Aq më tepër çdo pritje përgjigje analize ishte kështu si çdo thik çdo ditë në. Kush e përjetoi më keq, ti apo festimi? Ajo mundua ta mbaj veten. Normalisht gjatë gjithë kohës un jam shumë i fortë të shpreh emocionet edhe ndjenjat e mia, kështu që nuk mund ta përsaktoj të them që e përjetova unë se ajo. Gjithmonë thosha më mirë të ndodhur mua se sa asaj. Ndoshta këtë do të thoshte çdo partner për partnerin e vet. Por që ja ku jemi sot, ja dolëm, ajo është gjë më kryesore. Ishte periudhë shumë e vështirë. Por të dy bashkë ka njëri tjetrit, ja dolëm. Vajza besoj ishte e vogël, nuk kuptonte gjë. Jo, vajza nuk kuptonte. Ishte nuk e po bën 2 vjet, kështu që ka qenë 2 vjeç e gjys, 3 vjeç, diçka tjetër, kështu që nuk është se kuptonte. Normalisht kur e shikonte mamin me të prerën tek qafa, kupton çfarë ke këtë, por që nuk është se kuptonte shumë. Prindërit e saj besoj në Australi, nuk e di nëse erdhën këtu për ta. Ata nuk mundën pasi ka qenë ndërkohë post-Covid dhe ishin rregullat shumë periudha pandemisë. Sidomos Australia ka qenë shumë strikt dhe nuk mundën, por ne shkuam në Australi 3 javë para se të bënte operacionin nusja. Për 10 ditë, thjesht për 7 ditë qëndrimi atje, bën gjithë rrugën 10 ditë. Pse? Pasi kishte mbesa sa kishte ditëlindjen, bënte 1 vjeç dhe ajo se kishte mbajtur asnjëherë në krah. Dhe gjithmonë ma shprehte, domethënë që sa dua të vet, sa të doja të vej, apo ja kam operacionin, nuk shkoj dot. Edhe kemi qenë duke ardhur nga Vlora për në Tiranë, dhe ishte ky muhabet. Dhe I them, ke qef të shkosh? Thot, e kisha ëndër, të vetë ta mbaj mbesën në krah për herë të parë kam ëndër, thot. E unë ndaloj makinën, telefonoj një kompani udhëtimesh këtu dhe I them, dua kaq 3 bileta për në Australi. Më thot, ky është çmimi shumë të lartë në atë kohë, domethënë për 7 ditë ishte çmenduri. I çmim biletash tash rezervoj. Nuk sem thot, dale mos nxito. Rezervoj bileta, thash ne do ikim 10 ditë para operacionit që ti të gëzosh. Domethënë, përjetosh një gjë të bukur, si I thon. Dhe shkuam. Dhe ajo vërtet, domethënë ishte si një frymarrje shumë e madhe kur shkuam. Për t'i dhënë zemër. Për t'i dhënë zemër, po. Dhe vërtet e shijoj atë gjë. Dhe të paktën kur erdhi këtu ishte e karikuar me një energji pozitive. U shtofshin burrat si ti, Jurgen. Ç'të them? Por edhe ajo të do shumë, nuk ka nevojë të ta them unë këtë natyrisht, por e perceptova ose e ndjeva nga fjalët e saj. Të cilat po t'i lexoj tani.
Nuk jam një person që di të shpreh shumë mirë ndjenjat edhe emocionet me fjalë, por me vepra çdo ditë besoj e kam treguar se sa i rëndësishëm je ti për mua, por edhe për familjen tonë, për Marinën, për Dionin, por dhe për zemrën time. Jam shumë e fat që e ndaj jetën me ty, dhe që je babai i 2 ëngjëjve të mi. Je i dashur, i kujdesshëm, i përkushtuar, që unë edhe fëmijët të kemi çdo ditë lumtur edhe të buzëqeshur. Njerëzit shpesh më pyesin si ka mundësi që e le Australinë për të ardhur në Shqipëri, por për ty do të lija gjithçka. Mjafton që t'jem në krahët e tu dhe çdo qytet apo shtet për mua është perfekt. Që të dua pafundi këtë e di shumë mirë, thjesht do ta mbyll këtë letër me fjalinë: faleminderit zemra ime për njeriu që ti je. Si që e the në fillim, u surprizova pasi e di që ajo nuk i ka shumë dëshirë këto surprizat, por ja që e pas ka bërë. Edhe e ka shkuar bukur. Nuk di që të them, dhe unë jam shumë e fat që kam një person të tillë në krah, një mama të përkushtuar, do me thënë, fëmijët e mi janë vërtet me fat që poriten nga një nënë e tillë. Tashmë jeni 4. Po. Sa u bë Dioni? 9 muajsh mos gaboj? 9 muajsh, po. Aq ka. Erdhi në janar të këtij viti. Në janar, okay. Po, si të thuash na plotsoj, nuk do thosha fjalën na plotsoj se Marina na plotsoj, ndoshta çdo boshllëk të mundshëm, por që solli një gëzim të madh, solli për Marinën veçanërisht. Ndoshta Marina kishte një boshllëk dhe ja plotsoi asaj. Kishte nevojë për një vëlla ose për një motër. Një motër. Kështu që si të thuash u kompletua një kornizë e bukur me 4 copa. Me 4 pjesë shumë të rëndësishme natyrisht. Jurgen, ke një familje shumë të bukur dhe uroj t'jeni sa më mirë. Faleminderit. Dhe gjitha këto që keni kaluar t'jenë pjesës së shkuarës. Një ngacmim kisha. Tani zemrën apo me që është i vogël nuk doni që të shihet djali? Jemi pak të kufizuar. Frik pak nga syri keqë? Syrin jo e kemi frikë, po e vuajmë. Kështu që edhe gjithmonë e marrim sysh djalin? Marrim sysh, po. Unë gjithmonë them e kam të shëmtuar, e marr kështu që ama se s'është i bukur, e kam të shëmtuar, pa jo, prap merr sy. Kështu që keni vendosur mos ta shfaqni. Por edhe nuk kemi padur dëshirë që shumë fëmijë ti nxjerrim në rrjetet sociale, mbajmë sa më të kufizuar pjesën e fëmijëve. Bashkëshortja, ka problem këtë pjesën se ti the nuk e prisja kursesi që të shkruante ose të bënte një surprizë. E ka bezdik këtë pjesën e të qenit i famshëm, intervistat, daljet publike? Bezdi nuk do thosha bezdi, sepse ajo është shumë krenar për mua, është mësuar thjesht e pjesa e saj që ajo të dali, do me thënë pasi na është dhënë disa herë si mundësi për të dalë ose për të nxjerrë familjen dhe nuk është shumë e kufizuar te kjo pjesë. E rezervuar, e nuk e do këtë. Mirë, ka të drejtë në privatësisë. Shiko, zonjat e tham që në fillim që në momentin që të prezantova edhe erdhe në studio. Ato nuk i duan këto llafet e mia shumë. Duan këngën. Duan këngën. Apo jo, po. Duke qenë se kemi edhe shumë zonja nëna të nderuara këtu, unë sot nuk është se kam zgjedhur një këngë që është popullore 100%, por është një këngë e dedikuar gjitha nënave. Dhe u lidh shumë bukur bashkë me bashkëshorten me Super. Unë largohem. E gjithë skena është për ty Jurgen Kaçani. Në këtë botë të madhe ka shumë dashuri, po dashurin e nënës nuk ka fal njeri. Që kur unë u linda te zemra gjiri nënës, tani që u rita mu bën melodi e këngës. Nënë moje mirana, po ta them sa herë me Moje mirana naime, moje shtrejta zemrës time, dashuri që punu ka. Moje bukrana naime, syte të gjithë bota ime, i falen Zotit të kam bran.
qeshja jote jetën mua ma shton. Në çdo hap që hedh ti pranë më qëndron. Koha më ndalon në krahët e tua. Je i vogli nënës, sa herë ti më thua. Nënë moje mira në, po ta them sa herë me kë. Moje mira në naime, moje shtrejta zemrës time, e dashuri që fun nuk ka. Moje bukra në naime, sytë e tu gjithë bota ime, i falem Zotit të kam pran. Moje mira në naime, moje shtrejta zemrës time, e dashuri që fun nuk ka. Moje bukra në naime, sytë e tu gjithë bota ime, i falem Zotit të kam pran. Moje mira në naime, moje shtrejta zemrës time, dashuri që fun nuk ka. Moje bukra në naime, sytë e tu gjithë bota ime, i falem Zotit të kam pran. I falem Zotit të kam pran. Iku shumë i ri apo jo? Ishte 45 vjeç. Mund të them se ishte në kulmin e tij.